Ky ishte ai momenti i fillimit të eklipsit, hëna ka filluar të bllokojë pamjen e diellit. E marr me kamera. Pasi teleskopi H alfa. Këtu në Montreal, dielli do bllokohet maksimumi 20%, nuk do jetë eklipsi plot. Kjo është një pamje live e marrë me teleskop H alfa dhe me kamera ZUO ASI 533 MC Pro. Megjithëse është shumë e rëndësishme që në programin që vjen me kamerën të vendosësh sakt kohën e ekspozimit, temperaturën e kamerës, dritën, kontrastin, cilëtetin e imazhit dhe shumë parametra të tjerë. Shihni eklipsin, ka filluar eklipsi. Po, ja do filloj të rritet hëna. Si se shumë. Ka filluar hëna dali. Shihni. Ja ku e kemi diellin edhe eklipsin. Ja. Këtu nuk do shkoj në maksimum, unë jam në Kanada, në Montreal, në Kanada, nuk shkon në maksimum dielli, por që do shkoj edhe pak më tepër se kaq, gati 20%, domethënë. Dhe pastaj do paksohet. Bëjmë një foto hermasere. Edhe në Shqipëri duhet të jetë tash. Unë kam këto syzet. Jo syzet dielli, po janë syze për eklips. Dhe mund ta shihni edhe kështu eklipsin. Ja, një sekondë ke kamera. Ja, është shumë e ndritshme për kamerën, se kamera e mesatelizon dritën automatikisht dhe nuk e lejon. Po, këtu shifë vëmendje. Këtu me teleskopin, ja teleskopi ja kamera. Kjo është kamera që po shef, teleskopin. Ky është teleskop që shef solar flare. Ja shihni këtu një shpërthim i madh i diellit. Këtu anash. Po duket, patjetër që duket. Ja dhe kemi dhe hënën. Këtu janë mund shihni dhe malet e hënës këtu. Duke malet e hënës, kodrat e hënës këtu. Unë majtë një kodrë këtu, do ishi këtu. Ne do ju shifnin këtu si siluet nga toka. Po, ja. Duket gjithani Gjermani, gjithë Evropën duket. Domethënë duket, po jo i plot. I plot duket vetëm në Spanjë, në Islandë e tjera. Patjetër do shohin eklipsin, është okay dhe shumë okay të shohin eklipsin. Shumë okay. Vetëm kujdes me sy se nuk është të dëmtohen direkt nga dielli, po të vritin syt. Normalisht nuk është mirë të shohësh në një kohë të gjatë diellin, domethënë. Mund ta shohësh pak si me bish syt një fraksion sekondi, po nuk mund shihet dot eklipsi me sy të lirë. Vetëm kur bllokohet në 100% do shihet me sy të lirë. Vetëm kur bllokohet me 100%. Duhet një xham të errët. Kush ka një xham të zi? Një xham i zi do e shite shumë mirë diellin. Po jo ta shohësh nga xhami i zi, do shohësh pasqyrimin. Xhamin e zi do e mash poshtë në tokë. Do e vesh poshtë në tokë xhamin e zi dhe do e shohësh nga sipër pasqyrimin e diellit. Ose me syzet e diellit. Po jo ti vendosësh syzet në sy. Shohësh pasqyrimin. Një teleskop Cassegrain kushton rreth $2000, 2000 të paktën një 8 inch. Një 8 inch. Hëna blokon diellin, po. Hëna blokon diellin. Ne tash pak në qendër se na iku sipër. Megjithëse teleskopi është duke e ndjekur, po. Nasha ka të ketë lëviz pak. Okej. E duhet që unë të lëviz pak motorin, po. Okej.
Tash është 100. Okay. Nga Montreali në Kanada. Shive këtu kemi disa shpërthime të vogla, këtu ka shpërthime të vogla. Tash do t'ju tregoj një pamje tjetër më të bukur të diellit. Dhe mbyll këtë programi. Dhe do hap një program ASCII-Cap. Si programi I vogël. Dhe do shihni diellin tash në një formë tjetër. Me një kamera tjetër domethënë kështu. Ekspozimin do ta ulim pak. Dhe këtu kemi diellin me sipërfaqen tash. Me këtë sipërfaqen e diellit që është me këto plakërimet, me protuberancat, me po më bukure. Patjetër, teoria e relativitetit vërtetohet në të gjitha llojet e formave. Domethënë ka aplikime dhe eksperimente me teorinë e relativitetit që mund t'i bësh në çdo lloj, jo vetëm këtu ke kjo eklipsi, po kudo. Kudo është. Të rris pak ekspozimi, këtu, pak më shumë, është duket më mirë. Jo kaq. Ja, këtu. Ja. Tash do ekspozoj, do rris shumë ekspozimi, do shihni se si do duket kjo kur e teprojmë shumë numërisht me ekspozim. Do rris shumë ekspozimin. Shihni si duket hana dielli dhe shkëlqimi domethënë. Pa qenë që në ta. Këtu ka shumë ekspozime, domethënë ky ekspozimi lart që bëna tash është për të parë pjesat e jashtme të diellit. Të shihni këto pjesë të jashtme, këto pjesat anësore të diellit. Ndryshimet që kanë këto. Domethënë, edhe këtu kemi këtë plakërimin e madh, këtë shpërthimin gjigant që është në anësore. Po ta ulim kontrastin dhe shohim normalisht sipërfaqen e diellit. Ulim më shumë. Dhe këtu shihet sipërfaqja e diellit. Këtu kemi dy shpërthime të mëdha të tjera. Daddy, make me scream. Daddy, pull my. Një, dy, mëdha. Pastaj ka plot, ka dhe tjera këtu, domethënë ka gjithanë, ka këtu një shpërthim tjetër. Këto janë re që janë pas shpërthimit, këto të errtat. Janë më të ftohta. Kurse këtu është gati për shpërthy, është më e nxehtë këtu. Kjo zona këtu është më e nxehtë. Është pjesët e mbrëmshme që sapo kanë dalë në sipërfaqe. Dhe po ftohen, por normalisht janë nxehta. Janë pak mbi 6000 gradë. Kurse kjo sipërfaqe këtu është 6000 gradë. Kurse këto porët, këto rrudhat, këto granulat që quhen në anglisht, granulat, këto grimcat, këto thërmiat, këto janë të mëdha, më të mëdha se toka. Dhe janë male dhe gropa, male të ftohta, të zezat janë male, të verdhat e ndryshme janë gropa, dhe janë male dhe gropa, kanione të thella dhe male më të mëdha se toka. Po patjetër po ndodh, eklipsi po ndodh këtu, po ndodh në Shqipëri, gjithanë. Kjo duket. Ka në Oqeanin Atlantik është më mirë, po që kap dhe Evropën, kap dhe Amerikën pak. Dhe duket, ja, shi sa u zu tash dielli. Unë shoh dhe dita është pak si më e errët, nuk është ai ndriçimi i diellit, megjithëse ka pak re, po është pak si më i errët, tash është ditën e diellit nuk të vret syt në tokë. Është tjetër, është më ndriçim më I ulët. Është shumë bukur, domethënë. Do rrisim në kontrastin më shumë.
Teleskopi është ky. Teleskopi është H alfa. Teleskopi është lund H alfa, kjo është pjesa e H alfës, ky është presioni që i bën rrit dhe largon dhe afron dy pllakat e interferencës përpara. Dhe kjo është lund solar teleskop made in USA. Dhe këtu është tjetra vendet e tjera të teleskopit. Ky është teleskopi. Kjo është kamera që po merr pamjen. Kjo është kamera shumë e mirë, shef dhe yjet natën, mekullnaja galaktika, diellin hënën shef, domthonë kjo është kamera shumë e mirë. Jo vetëm për astronomi, por përdoret kryesisht për astronomi. ZUO 533 MC Pro ASI. Kjo është kamera, domethënë, e keni mirë pamjen, nuk e di. Ja. Kjo është kamera. Kamera shumë e mirë. Teleskopi është alfa, shumë i mirë, i veçantë. Po dhe 3 kamëshe me motorin, me kompjuterin që lidhet direkt dhe ndjek diellin automatikisht, shumë i mirë dhe ai normalisht. Po të janë shumë mirë dhe shumë shtrenjta, kuptohet. Po të heqësh një vizë nga kjo pika këtu, drejt me këtë pikën këtu, domethënë nga dielli, të vi një vije drejt 150 milion kilometra gjatë, të vi këtu ke cepi i hënës. Kjo vija do vazhdojë do biri ku? Do biri në Spanjë, do biri në Island, do biri aty ku ndodh eklipsi total. Në 8 ca maron. Po eklipsi do vetëm 7 minuta, është ndodh shumë pak, nuk është se ndodh shumë që zjasi shumë. Po më vinë ca gjethe më këtu, po gjethet e dardhës. Më vinë gjethet e dardhës, shumë keq. Shumë keq. Okej, na prishin shumë punë. Ja, për Evropën, dielli është në perëndim, kurse për ne këtu është në kulmin e qiellit. Ka fillu për të gjithë ka fillu të shti eklipsi. Shihni live eklipsin. Jo, këtu nuk mbyllet komplet dielli. Kur filloi çfarë ore, këtu filloi ora është për orën këtu është 1:20, ka filluar në orën 1. Po aty ka filluar në orën 7, normalisht. Eklipsi zgjat 2 orë si event, si ngjarje. Po totali zgjat vetëm 7 minuta, 6 minuta, 5 minuta. Po, mund të dalësh të shohësh tash direkt diellin, edhe ta shohësh pak a shumë siç e shoh unë, po në anën tjetër. Po. Po tash nuk e di. Ja. Në Montreal. Në Tiranë mas orës 7:30 bëhet maksimumi, po ka filluar që tashtin edhe në Tiranë. Ja, ky është eklipsi. Asgjë s'bën ndodhi, thjesht një gjë e bukur për tu pa. S'ka një gjë të veçantë. Është e bukur për tu pa. Eklipsi i radhës është vitin tjetër. Edhe në Greqi mund ta shihni, mund të dilni jashtë ta shihni direkt tashti live.
Okej, duhet ta mbyll tash. Ja, eklipsi. Mas 2 javësh në datë 28 kemi eklipsin e hënës. Është eklipsi i hënës mas 2 javësh domethënë. Sepse janë në njëjtin drejtim akoma. Po, në Klos, kudo. Shihet kudo. Në gjithë Shqipërinë shihet, edhe është duke u parë tani, do të shkoni ta shihni direkt. Është pak a shumë siç e shoh unë. Ktu. Edhe shihet që dielli nuk është aq i nxehtë, dita është pak si më e errët, po ta shihni. Nuk është ai dielli që është i bardhë i ndritshëm. Dita është pak si më si e veshur, pak si më e re duket. Në Londër po patjetër, në Londër shihet më mirë se këtu. Do të jetë mbulu gjysma mos më shumë. Tani po ndodh është live fare. Është live fare. Ka pranduar në libër? Ose është bërë natë atje, a? Ndoshta po e pat nga perëndimi do shifni, se nuk është se shifet nga perëndimi do e shifni. Një sekond, dielli. Kamera. Kjo është kamera, kjo është shohë diellin. E kishim në video dhe tash. Po duhet të largosha se e zuni pema. Do të rënoz dhe një herë diellin. Dhe shi? Dhe në zoom kamerën. Ja ku kemi diellin me eklipsin. Ja dielli dhe eklipsi. Edhe ret. Ta çojm pak më në qendër. Ja. Ky është eklipsi maksimal, domethënë që arrihet. Ti bëj një foto. Okej. Bëna një foto. Ta çojm dhe në qendër mirë. Po, në Spanjë do bëhet më vonë, mas orës 8. Po këtu në Montreal, në Kanada, ky është maksimumi domethënë i eklipsit. Këtu po ndodh maksimumi tash. Deri këtu zihet 20%. Shqipëri është mund perëndim tash, me vështirësi mund ta shihni. Në Zvicër po, duhet shihet më mirë se në Shqipëri, se ndoshta është më në perëndim Zvicra pak. Edhe mund ta shihni pak më mirë. Ja, këtu, ja vjen dhe ret, vjen e ikin ret. Është ky problem, po. Ja, sa vjen reja, fillon era. Ja dhe teleskopi duke ndjek diellin me kamerën e kuqe këtu. Ne jemi në 20% të eklipsit, Jo, në Angli është shumë, është shumë më tepër, është mbi 70%. 80% varet.
Ja, është duke ndodhur eklipsi live, po puna është se e kanë zënë re dhe nuk shihet gjë në ekran. Unë mund të hap një kamerë tjetër që mund të ketë më shumë dritë. Live, asi live. Të shoh se mos nxjerr ndonjë pamje çik. Po megjithatë diell nuk ka për momentin, do presim të ikë reja. Të shoh mos kemi një shpresë për tu hap. Kemi shumë re në fakt, kemi shumë re. Dielli është aty. Dielli është aty, po puna është se nuk duket mirë. Tu është kamera. Kjo është kamera shumë e mirë, asi ZWO, asi 533 MC Pro. Është kamera shumë e mirë, është për të parë diellin, çdo objekt qiellor, galaktika, migullnaja, çdo gjë. Kjo kamera shumë e mirë. Vjen bashkë me përshtatca, ka këto përshtatcat e vet, edhe shumë të tjerë me këtë valixhe, ku ka vegla e pajisje plot për të montuar për parë kamerën, për parë yjet. Kjo është çanta e kamerës. Kjo është përshtatës për celular. Që vendos celularin, shumë mirë. Kjo është ditë ultraviolet. Kjo të shkëlqen shumë, po ne nuk shohim asgjë se është në jashtë mundësisë syrit të shohë. Po, kjo është në Kanada, po. Me graf mund të shihni, po vendosin 3-4 grafe paralel bashk. 3-4 grafe mund të doli dielli pak. Mund ta shohim tash këtu, shohim, prit. Ta hapim kamerën. Ne shohim mos dëgjoj dielli, duket pak. Ta çoj pak në qendër. Ja dielli këtu. Shumë re ka, po unë e vura në qendër diellin. Në Shqipash nata që atje, po është ka perënduar në Shqipëri, po unë e kam sipër tash. Unë e kam domethënë lart. Po ta shihni këtu. Ktu është lart dielli. Megjithëse kanë zënë ret, po ja duket lart domethënë, duket horizonti. Duket lartësia e diellit, është këtë 45 gradë pa frikë, mos 50 gradë, 60 gradë. Por ja, doli dielli, duket është mas reve, kuptova, por prap shihet domethënë që shihet eklipsi. Edhe këtu shihet edhe një nga ato flakët e diellit, flakërimet e diellit, që është një 3, 4, 5 herë më e madhe se toka. Dhe rret që kalojnë mbi sipërfaqen e diellit. Këtu mund të shohim edhe malet në hën. Këtu shihen edhe malet këtu. Mund të shohim edhe malet në hën këtu. Nëse do jeni në hën e keni hyrë mbi një kodër, ne mund të shohim me teleskop nga toka. Këtu në majë të malit, siluetën e zezë. Me sfond diellin. Ky është maksimumi, është ke 20%, domethënë. Maksimumi 20% e diellit. Mund të shihni pasqyrimin e dritës diellit tek një xham i errët. Jo ta shihni me xhamin e errët. Po ta shihni pasqyrimin e diellit, ta marrni xhamin e zi poshtë dhe të shihni diellin tek xhami, sikur shihni veten tuaj në liçen. Njësoj. Eklipsi është jo shumë e bukur të shihet, sepse aty shihet që hëna mund të kalojë përpara diellit. Me anë të kësaj ne mund të marrim vesh që hëna është më afër diellit. Dhe hëna është shumë më afër diellit se ndryshe po të vinte kështu afër,
do digjej nga dielli. Nuk ndikon fare, kalon përpara diellit pa u prekur nga dielli, domethënë. Shohim shpejtësinë e hënës që vjen. Sa shpejt kalon hëna, ecën hëna në lidhje me diellin. Të dy lëvizin kanë një lëvizje fare shpejtësie në lidhje me sferën qellore, me yjet, nuk lëvizin me shpejtësinë e yjeve, por kanë ndryshime edhe me njëri tjetrin në shpejtësi. Me anën e eklipseve, ne mund shohim dhe hijen e tokës tek eklipsi i hënës, domethënë. Shohim hijen e tokës dhe shohim që toka është 4 herë më e madhe se hëna. Domethënë eklipsi na tregon neve se sa herë më e madhe është toka nga hëna. Kjo është një gjë tjetër shumë interesante. Pastaj me mate gjeometrike ne mund të marrim vesh se sa më i madh është dielli nga hëna. Gjithashtu mund të marrim sa më e madh është toka nga hëna dhe sa më e madh është dielli nga toka. Domethënë mund merrem vesh diametrat, shpejtësitë e lëvizjes, pozicionet e këtyre objekteve. Domethënë eklipsi është një bashkëveprim midis këtyre trupave qellor, tokë, hënë, diell. Edhe bashkëveprim i këtyre 3 trupave me sferën qellore, gjithashtu. Domethënë nxjerr shumë informacione dhe kjo është vetëm ajo pjesa mbi iceberg që mund të shohim, të flasim, se ka të tjera që mund të filloj të flas tash ti, edhe domethënë të mbarojmë normalisht, ne s'kemi mbaruar akoma, domethënë vetëm gjejmë zbulojmë pafund, nuk mbaron, domethënë shpjegimi, aq shumë gjëra mund të marrin vesh, qoftë me një eklips i vogël. Ashtu. Dhe ne thjesht mjaftohemi, 99.99% e njerëzve mjaftohen thjesht duke parë një gjë të bukur të rrallë, kaq. Po janë dhe një tufë shkencëtarës që janë duke studiu tash, duke parë yjet natën, se eklipsi i plot dalin yjet, shohin shtremrimin, është vërtetuar teoria e relativitetit nga eklipsi i diellit e hënës. Domethënë janë gjëra shumë interesante, kanë ndryshuar botën. Eklipsi i diellit ka ndryshuar botën. U vërtetu teoria e relativitetit. Vërtetimi i parë i teorisë së relativitetit. Domethënë nga një gjë duket e parëndësishme, ja për 5 minuta, domethënë pam që ka një rëndësi jashtëmase shumë të madhe, shumë të madhe. Domethënë shkenca është e vetmja gjë që ne mund të na përmirësojë. Shive këtu sipër, një shpërthim diellor këtu. Që sa e bukur është. Po këto rretës na lejnë neve. Natyra nuk na i jep neve dhënat aq thjesht aq kollaj. Gjithmonë na e bën çdo gjë të vështirë.